Ka hapur punimet sot në Universitetin e Tetovës Kongresi Ndërkombëtar i Shkencave Humane, Sociale dhe Arteve. Në hapjen solemne të këtij kongresi, prorektori për shkencë Vullnet Ahmeti tha se kjo ngjarje kurorëzon përpjekjen e Universitetit të Tetovës për të qenë jo vetëm një qendër akademike, por edhe një laborator për ide, vizione dhe transformime të mëdha shoqërore. Ky kongres është dëshmi e fuqisë që ka bashkimi i disciplinave, ndërveprimi mes mendimit shkencor dhe realitetit shoqëror, theksoi prorektori Ahmeti. Në këto 2 ditë në Universitetin e Tetovës do të kumtohen 265 punime shkencore nga mbi 450 autor e bashkautor në 25 seanca paralele, 4 seanca plenare, që prekin gjithë spektrin e dijes nga gjuha dhe letërsia, tek ekonomia, filozofia, pedagogjia dhe e drejta. Nëpërmjet 5 konferencave ndërkombëtare që zhvillohet në kuadër të këtij kongresi, nga ato mbi gjuhën dhe letërsitë e Ballkanit e të botës deri te sfidat e integrimit evropian të Ballkanit perëndimor, rezistenca gjeoekonomike, çështjet sociokulturore apo riformësimi i arsimit në epokën digjitale. Universiteti i Tetovës po e dëshmon se shkenca është dialog dhe se dia merr kuptim vetëm kur është e hapur ndaj tjetrit. Në ndërkohë, ish-ministrja e integrimit e Shqipërisë, Majlinda Bregu, ishte paneliste kryesore në hapjen e punëve të Kongresit të Shkencave Humane. Ajo u fokusua tek transformimet e shoqërive ndër vite, duke e vënë theksin edhe tek zhvillimet e hofshme teknologjike, duke përmendur edhe inteligjencën artificiale. Mëtej, ajo nënvizoi se vendet e Ballkanit edhe pas më shumë se 20 vjetësh po përballen me sfidën e integrimit në Bashkimin Evropian. Ajo nënvizoi faktin e Maqedonisë së Veriut, ku tha se nga një vend që ka qenë më shumë i zhvilluar në rajon, krahasuar me shtetet e tjera, ka ngecur në rrugën e integrimit. Nga 2004 kanë kaluar 21 vjet. Dikur Maqedonia e Veriut ishte historia e suksesit të Ballkanit në procesin e integrimit evropian. Ishte vendi që kishte kurajon të merrte vendime të mëdha, hapte rrugën drejt NATO-s, Bashkimit Evropian, duke bërë një shembull stabiliteti në një rajon i cili vazhdonte të ishte i trazuar. Por sot, pavarësisht gjitha përpjekjeve, vendi ka ngecur. Procesi i integrimit është kthyer në një rrugë të gjatë me kthesa politike, bllokime të reja dhe zhgënjim. Sigurisht që ky nuk është faji i qytetarëve, që kanë më shumë se 21 vjet që dëgjojnë për perspektivën europiane dhe antarësimin europian të vendit tyre. Është absolutisht rezultat i një lodhje europiane, i një kokforcie nacionaliste. Realiteti dhe interesat kombëtare të disa shteteve anëtare shpeshherë peshojnë fatkeqësisht më shumë se sa vlerat e përbashkëta europiane. Por shqiptarët në Maqedoninë e Veriut kanë treguar në mënyrë të vazhdueshme se janë faktori i stabilitetit, konstruktivitetit dhe një orientimi të pasur euro-atlantik. Gjatë 6 viteve që kam drejtuar Këshillin e Bashkëpunimit Rajonal, Maqedonia e Veriut ka qenë dhe mbetet një nga vendet më aktive në mbështetje të agjendave dhe proceseve të bashkëpunimit rajonal. Për herë të parë mbas dekadash, ne nisëm të ndërtonim bashkëpunimin jo mbi kujtimet e luftës, por mbi logjikën e zhvillimit. Procesi i Berlinit ishte platforma që na bashkoi dhe aty së bashku me liderët e tjerë të rajonit dhe me qytetarët krijuam mundësinë për të nënshkruar marrëveshje të cilat besoj dhe mbien mirë që e përmendëm dhe pak më parë, kanë ndikuar drejt për drejtë në jetën e qytetarëve. Bregu ka folur edhe për arritjet në të kaluarën në kuadër të procesit të Berlinit, që është heqja e roamingut mes vendeve të Ballkanit, njohja e diplomave dhe profesioneve në këto shtete.